Nërmiq, mirë se jemi sërish në emisionin Muaj Shërimi. Do të jemi në këto minuta për të folur mbi lakmin sërish, por do të fokusohemi tek disa shkaqe që sjellin lakmin dhe cilat janë ato momente, ato përjetime, ato situata ku ne duhet të bëjmë një bilanc për të parë nëse vërtet jemi prekur nga lakmia, nëse vërtet kjo sëmundje ka prekur zemrat tona apo jemi imun dhe të ruajmë atë imunitet dhe atë begati të zemrës. Për të folur mbi këtë temë do të kemi sot shpjegimet e Hoxhit nderuar Suad Shabani. Hoxh, mirë se vini. Mirë se jeni, faleminderit për ftesën. Hoxh, nëse flasim për lakmin, pse dobësia e besimit mund ta bëjë njeriu të preket nga lakmia, pra përse ka një lidhje drejt për drejt midis besimit të ulët dhe lakmis? Falënderimi të takojnë Zotit, salavatet pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nuk ka dyshim që roli i besimit në jetën e përditshme të njeriut është i theksuar vazhdimisht. Dhe normalisht në sajt e besimit vrehet njeriu se sa është afër Zotit dhe sa është larg Zotit xhaleshanuhu. Aq më i dobët besimi, aq më afër njeriu, do thot afër lakmis. Nga se lakmia është një sëmundje e brendshme që është nga sëmundjet e zemrës dhe që është nga sëmundjet më të rrezikshme dhe jo të lehta për të shuruar nga ajo. Dhe besimi i fortë, besimi i sinqert ndikon në zbehjen e kësaj sëmundje apo edhe shërimin nga kjo sëmundje. E kundërta e kësaj, besimi i dobët ndikon në shtimin e lakmisë për këtë botë. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall e ka trajtuar këtë çështje në shumë vende në Kur'anin famlar. Për shembull, në surën Yunus tha Zoti xhaleshanuhu: "Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun." Tha më të vërtet Allahu Azza wa Jall ata të cilët nuk e shpresojnë takimin me Allahun Azza wa Jall. Wa radu bil hayati dunya, edhe kënaqen me dunjan, wa tma'annu biha. Në farë forme ndjejnë faroj rahatlëki për shkak lakmisë të paskajshme. Wal ladhina hum an ayatina ghafilun. Mirë po, ata për shkak kësaj lakmie rrinë do thotë duar kryq edhe normalisht nuk përgatiten për ajetet dhe argumentet e Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye dobësia në besim ndikon, do thotë dukshëm në shtimin e lakmisë për shkak se e bën njeriu që ta harroj shpërblimin e Allahut xhaleshanu, të lakmoj më shumë për këtë dunjë edhe të harroj takimin me Zotin xhaleshanu. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur ka folur për njeriu lakmitar dhe se sa ndikojnë lakmia për ta zbeh qëllimin e ardhes së ditën e dunjë, thotë i dërguar Allahut: ai i cili e ka synim dunjan dhe synimi kryesor i tij është i dunjas, do thot atij Allahu Azza wa Jall ja stërvit punët. Do thot nuk ka mundësi me i përmbledh çështjet apo punët e dunjas, sado që mundohet. Pastaj tha Allahu Azza wa Jall e vendos varfrim mes dy syve të tij. Sado që pasunohet, lakmon ende më u pasunu, për shkak se është vendosur do thot varfria në sytë të tij, nuk ngopet ai njeri do thot asnjëherë. Dhe thot la yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Nuk i vjen nga kjo dunja vetë ato çka e ka saktuar Allahu Azza wa Jall. Ndërsa kundërta e këtij lakmitari është njeriu i cili kënaqet me pak, është njeriu i cili e ka besimin në rregull dhe është larg lakmisë. Tha për këtë pejgamberi selam, ai i cili e ka synim ahiretin, tha Allahu Azza wa Jall ja rregullon punët, thot edhe i vendos, do thot pasurinë, do thot i vendos pasurinë në zemër dhe normalisht etethu dunya wa hiya raghima. Allahu akbar. I vjen dunjaja atij duke qenë nënçmuar, duke qenë përçmuar për shkak se ai njeri e ka largu dunjan nga zemra. Thjesht e ka vendos dunjan në dorë, ndërsa në zemër e ka vendos ahiretin. Ndërkohë lakmia për lakmiqari është ai i cili synon sa më tepër pasuri, sa më tepër pozitë, sa më tepër të mira materiale. Po si do ta bindin veten që njeriu nuk i mjafton vetëm aspekti material për të qenë i plotësuar dhe për të qenë i realizuar? Në jetën e përditshme, çështja materiale është vërtetuar dhe normalisht fetarisht ka shumë, është vërtetuar edhe nga ana psikologjike që varfria nuk është element i mjerimit, po flas varfria e jashtme, pasuria, veshmbathja, për shkak se shumicën e rasteve varfria krijon durim
edhe mëson njeriu të jetë durimtar. Po ajo që ja humb busullën, themi kushtimisht njeriu në këtë dunjë, është ajo varfëria e brendshme. Varfëria e cila pastaj e bën njeriu që të mos ndihet asnjëri i kënaqur, sado që të mira i jep Zoti xheleshanu, e bën që vazhdimisht të lakmoj edhe më shumë. Për të arsye, tha pejgamberi selam, leysa al-ghina fi kathrati al-arad, nuk është do të thotë pasunia vërtet tubimi i shumtë i pasurisë, mirë po al-ghina ghina an-nafs. Tha pejgamberi selam, pasuria e vërtet është pasuria e zemrës. Andaj sado që zemra është e pasur, ku me ditë sa me qenë varfëria e jashtme, e skajshme, prap njeriu është i qetë, është stabil. Mirë po sado që pasuria është e theksuar, e jashtme, mirë po brenda zemra është e varfër, do thotë ku me ditë sa me qenë njeriu i pasunuar, prap do thotë e ndjen mungesën dhe prap nuk e largon do thotë smundjen e lakmisë në jetën e përditshme. Gjithashtu namazi është një burim frymëzimi dhe jo vetëm sevape për besimtarin. Pra besimtari lidhet 5 herë në ditë namaz për të lidhur me Zotin e tij, për të kërkuar prej tij gjë e cila do të ndikojë pastaj edhe në mënyrën se si e shef jetën dhe në mënyrën se si ndërvepron me të. Çfarë efekti duhet të ketë një namaz i rregullt në raport me mbrojtjen dhe ruajtjen nga lakmia? Allahu Azza wa Jall e ka krijuar njeriu të atill që është lakmitar. E përderisa krijuesi i çdo gjëje e din që natyra e njerëzimit në përgjithësi është e atill, Zoti xhallahu ala ka lënë medikamente pastruese dhe medikamente mbrojtëse, ose për të mbrojtur nga lakmia tepërt, ose për të shuruar nga lakmia tepërt. Për atë arsye, prej medikamenteve më kryesore, të cilat medikamente e pastrojnë njeriu nga lakmia edhe e filtrojnë do thotë imanin e njeriu, është do thotë çështja e namazit, që është shtylla e dytë e Islamit. Dhe namazin Allahu e ka lënë detergjent për të pastruar nga mëkatet e jashtme edhe nga mëkatet e brendshme. Dhe këtë e ka cek Allahu në disa vende në Kur'anin famlar. Për shembull ka thonë Allahu Azza wa Jall wa aqimis salat. Dhe fale namazin në mënyrë obligative. Pse o Zot, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Nga se namazi largon nga immoralitetin dhe nga e keqja. El fahsha, do të kanë thonë dietarët, pjesa kjo fjalë el fahsha, do thotë e brendshme është për qëllim shumicën e rasteve, do thotë lakmia e brendshme. Dhe kjo lakmi pastaj ndahet në disa pjesë, lakmia për pasuni, lakmia për të kryer haram, lakmia do thotë për të dukur shfaqur para njerëzve, dhe normalisht lakmia e tillë e brendshme shfaq do thotë smundje të ndryshme në zemrën e njeriu. Për të arsye, namazi është detergjent, është filtrim i njeriu, ose për ta mbrojtur njeriu nga lakmia e tepërt, ose për ta shuruar dhe zbehur lakmin në trupin dhe organizmin e njeriu, sidomos në motorin kryesor të trupit në zemrën e njeriu. Ne jemi në muajin e veçantë, muajin e begat të Ramazanit, ku besimtarët janë agjërueshëm dhe jo vetëm fiziku i tyre merr një tjetër, po themi, atmosferë, një tjetër gjendje, por se dhe emocionet dhe besimi dhe shumë çka tjetër. Si do ta shfrytëzojmë Ramazanin, si do ta shfrytëzojmë agjërimin për të kuruar veten dhe për të shpëtuar nga lakmia? Po, prej medikamenteve të tjera krahas namazit, Allahu xhaleshanu e ka lënë që agjërimi i këtij muaji të bekuar të Ramazanit tjetë do thot nga elementet, të cilat elemente na mundsojnë neve me menaxhu lakmin. Në çfarë aspekti Ramazani ndikon në zbehjen e lakmis ose në menaxhimin e lakmis, ndikon për shkak se njeriu e shef, do thot, gjatë ditës që pas ka mundësi me qëndru, do thot edhe pa ujë, një periudhë caktuar. Pas ka mundësi edhe me qëndru pa i shiu lukset e kësaj dunjaje. Thjesht e kujton të varfrin që s'ka, do thot, nuk ka mundësi të ngopet me pije, edhe nuk ka mundësi të ngopet me ushqim. Ajo që na brengos neve si thirrse Islam, si xhallar, është që pothuajse është krijuar një mentalitet të shumica e njerëzve, po edhe atyre që agjërojnë, do thotë që Ramazani mu llogarit një garë e blerje së ushqimeve të ndryshme, një garë e komoditeteve, lakmive dhe lukseve të ndryshme. Nuk është qëllimi i Ramazanit i këtij. Përkundrazi, Ramazani do thotë ka ardhur që të na mësojë neve që njeriu ka njerë ka mundësi me ndje uri, ka njerë ka mundësi me ndje, do thotë edhe etje. Dhe kjo çka bën e zbe lakmin, do thotë tek besimtari. Andaj Ramazani duhet ta luajë këtë rol dhe normalisht duhet që ta zbe lakmin. Nëse nuk kemi mundësi ta shurojmë veten nga lakmia ose ta menaxhojmë lakmin në Ramazan, atëherë jashtë Ramazanit do kemi më vështirë, nuk ka dyshim.
Shumë prej problemeve në shoqëri, kryesisht probleme morale, lidhen nga mosruajtja e raporteve të duhura, e distancave të duhura midis gjinive të ndryshme. Dhe në shumë libra, në shumë trajtesa hoxhallarësh, është thënë se ka një etikë dhe ka një masë që duhet ruaj besimtari në raport me gjinin tjetër. Përse mosruajtja e këtyre kritereve ndikon dhe te lakmia dhe tek pasojat e tjera? Për ta ruajtur veten nga lakmia, qoftë do thotë burri, këtë rast qoftë edhe gruaja, do thotë në përgjithësi aspekti do thotë familjar, duhet kultivuar disa gjëra. Çështja e parë është çështja e besimit. Do thotë që duhesh ta dish që duhet me ul shikimin nga harami për shkak besimit që e ke, se Allahu Azza wa Jall do thotë të shoh. Zoti xhelalu ala ka thënë ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahu e din edhe shkafshenjë gjokset, po edhe çepallat e syve tu. Ai e din, do thotë për shkak ke shikuar dhe për shkak e ke ngrit shikimin. Për ta thënë ka thonë wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Thuaj besimtarëve të ulin shikimet e tyre. Ose wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Thuaj grave që të ulin shikimet e tyre. Për shkak me ul shikimet. Për shkak se pastaj krijohet lakmi, nga se vetë natyra e njerit është e tillë që të lakmoj, do thotë Allah na ruaj nga e huaja apo të lakmoj tek harami. Pastaj çështja tjetër është Allahu Azza wa Jall ka caktuar elemente, të cilat elemente na mundsojnë neve që të kënaqemi bashortin me bashortën e vet, bashortja me bashortën e vet, që të mos i zgurgulloj sy diku tjetër për të krijuar pastaj lakmi e pastaj për të ardhur tek prishja e familjes apo rrëmujën e familje. Elemente që i ka potencuar Allahu Azza wa Jall në sunë Rum jam. Tha Zoti xheleshanu ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Nga argumentet e Allahut Azza wa Jall, ose Allahu krijoi nga mes juaj bashorte, për çka? Litaskunu ilayha, që të gjeni prehje, qetësi tek ato. Thjesht burri kur vjen nga puna i lodhur, i mërzitur, i raskapitur, momentin që hyn në shtëpinë e tij, e përshëndet bashortën, i përshëndet fëmijët e tij, ta ndjeni valloj qetësie. Litaskunu ilayha. Thot me gjet elementin e qetësisë, qoftë gruaja tek burri, qoftë edhe burri tek gruaja e saj. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Allahu Azza wa Jall e bëri që kjo martesë të mbetet stabile dhe të mos lakmohet diçka jashtë asaj, do thot haram, me pas dashuri të sinqertë. Me dasht burri edhe do thot burri gruan edhe gruaja burrin, me pas dashuri sinqert. Mungesa e dashurisë së sinqert automatikisht krijon lakmi. Do thot se nuk e gjen dashurinë te bashortja, e kërkon diku tjetër. Nuk e gjen dashurinë Allahu na lut tek bashorti, e gjen diku tjetër Allahu na lut. Wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Dhe Allahu e bëri që kjo martesë të jetë stabile, ky status familjar të ruhet dhe të llogaritet si shejt, që të ketë rahmet dhe mëshirë. Do thot kur gabon burri diçka, gruaja do thot mos të hakmirët apo mos të akuzoj jashtë normales, edhe mos ta çortoj jashtë normales, thjesht me pas rahmet. Për shkak se njëri që ka rahmet dhe mëshirë ndaj dikujt, pavarësisht gabimit që e bën, e mëshiron. Edhe burri, do thotë të ketë rahmet ndaj gabimeve të gruas së tij me vetëm qëllim që do thotë të ketë status familjar të sigurt dhe të mos lakmojë diku tjetër. Inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Në këtë do thotë status familjar, Allahu Azza wa Jalla ka argumente për ata që kanë logjik të shëndosh dhe logjik me vend. Ndonjëherë zbrastit emocionale, pra mospërmbushja emocionale brenda familjes ose në rrethin ku jemi, na çon që të kërkojmë një mbushje emocionale jashtë, po themi, realitetit ton, familjes ton, rrethit ton. Si ndikon zbrastia emocionale në nxitjen e lakmisë? Jetën e përditshme, po them kushtimisht, ndoshta e kam bërë ndikimin e tyre dhe rrjetet sociale, jemi në gjendje me shpreh dashuri, respekt, qoftë burri ndaj gruas, qoftë gruaja ndaj burrit, qoftë ndaj anëtarëve të tjerë të familjes. Kur jemi në publik, jemi goj omël, i shkëmbejmë dhurata, postojmë foto në rrjetet sociale, tregojmë respekt në rrjetet sociale, shënojmë shkrimin në rrjetet sociale. Thjesht njerëzit mendojnë që do thotë nuk ka si kjo familje. Dhe kjo çështje është bërë do thotë çështje formale. Dhe pastaj mungojnë edhe do thotë mungon zbrasi, mungon do thotë emocioni i brendshëm. Për shkak se kur nuk ka emocion brendshëm, të gjitha këto çështje do thotë janë formale ose mbarojnë me kohë të caktuar. Mbarojnë kur largohet postimi nga rrjetet sociale. Mbarojnë kur shënohet shkrimi në rrjetet sociale. Pastaj jeta e përditshme është mos prova. Jeta e përditshme nuk është jetë e lehtë familjare.
Dhe kjo bie poshtë kur shka mbetesh me gruan brenda 4 mureve, apo kur hyn në shtëpi, nëse ka zbrasi emocionale, nuk ka dashuri të sinqert, nuk ka respekt, do thotë që tregon vlerë, atë të gjitha këto çështje do thotë bin poshtë dhe mbesen normalisht formale, edhe normal del ajo shesha që është e brendshme, që është zbrasi emocionale. Për atë arsye, kemi nevojë që aspektin e brendshëm ta duam njëri tjetrin, ta përkrahim, ta respektojmë, ta mëshirojmë, e pastaj gjithë të tjera formale, po i bënëm bukur, po s'kemi mundësi me i bënë, është patjetër për shkak se nuk luajmë rol pastaj në dashurinë mesin e familjarëve. Pra shpesh ajo që shfaqet nëpër ekranet e televizioneve apo edhe të celularëve përmes rrjeteve sociale është iluzion, nuk është realitet. Pra ne lakmojmë atë që shohim në ekrane, po ndërkohë a brenda saj mund të ketë shumë më tepër shkretëtir, vlerash dhe shumë më tepër probleme që ne nuk i dimë dhe kjo na krijon një lloj po themi lakmie të panevojshme. Normalisht për arsyeve është që na mos me i nxit të tjerët, mos me i provoku me postime. Pastaj tjetër është mos me lakmu të tjerët, mos me i shiku bukurinë që atyre Allahu Azza wa Jall ia ka dhënë. Edhe nëse ato bukurinë një mend reale, po flas aspektin e brendshëm emocional. Pse kështu? Për shkak se Zoti xhelalu ala ka thënë në surën Taha, la tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayat ad-dunya linaftinahum fi. Fa Allahu Azza wa Jall mos i zgurgullo syt në bukuritë e atyre që e kena dhënë prej bukurive të kësaj dunjaje. Ka mundësi ja ka dhënë një automjet mirë, ka mundësi ja ka dhënë një bashortë të mirë. Do thotë çfarë do lloj bukurie, do thotë mjafton atë që Allahu ta ka dhënë. Për atë arsye mos më nënçmu begatin që Zoti ta ka dhënë, edhe mos më qenë vazhdimisht lakmitar, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shikoni ata që janë më poshtë se ju me të mira. Për shkak se kjo i ka dy dobi. E para është mos kështu nuk i nënçmoni begatit e Allahut Azza wa Jall, edhe të mos lakmoni tek të tjerët. Andaj shikoj atë që te ka dhënë Zoti, kemë qenë njeriu më i lumtur nga se kështu i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abdullah ibn Mas'udit, irdi bima qasama Allahu lak sata'is sa'idan. Me një tasmetem se të kun aghna nas, pajtohum atë që Allahu ta ka dhënë, kemë qenë njeriu më i lumtur, edhe kemë qenë njeriu më i pasur, edhe normalisht kemë pas nevojë pastaj për të lakmuar tek të tjerat. Nga se shpesh njerëzit mashtrohen, sidomos ata që e praktikojnë islamin, nuk janë musliman formal. Edhe vazhdimisht na adreson me pyetje si është e mundur filani i fal vetëm xhumat apo nuk falet fare, e ka automjetin e mirë, ka kushtet mirë, po ecën punët mirë, me familje del mbrëmje darkon e bën atë. Të gjitha këto çështje do thotë janë formale. Shumicën e rasteve problemet që janë brenda, do thotë siç e cekë vëllai ndëruar aty më harrat, është shkretir që nuk shpjegohet me fjalë. Për atë arsye ti ke shkretir brenda nuk e ki. Do thotë po e ki të qetë. Andaj formalet po i pate bukur, po nuk i pate nuk janë apo nuk luajnë rol në lumturinë apo në emocionat e brendshme. Ndërkohë Zoti thotë në Kur'an dhe mos ndiq hapat e shejtanit. A janë kurthet e shejtanit, cytjet e tij një prej shkaqeve që njerëzit bien në lakmi të vazhdueshme? Po, shejtani është armik i njeriu dhe njeriu duhet ta trajtoj armik, do thotë çush na ka mësuar me trajtu neve Zoti xhaleshanu. Për arsye Allahu thotë në surën Fatir, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtani është armik juaj i përbetuar, andaj trajtojeni ato si armik. Andaj kur e trajton atë si armik, pastaj ruhesh prej tij. Çështja e dytë është, tham fillim që vetë natyra e njeriu që e ka kriju Allahu azza është se njeriu është lakmitar. Shtoja kësaj pastaj edhe armiqësia e shejtanit, i cili vazhdimisht provon lakmi tek njeriu dhe bën atë që të mos jetë i kënaqur as pak, as me bashortën e tij, as me jetën e tij, as me familjen e tij, as me pasurinë e tij, vazhdimisht e shtin me lakmu. Dhe kjo është reale për shejtanin për shkak se na ka treguar për këtë çështje ai i cili na ka krijuar edhe neve, edhe shejtanin, edhe çdo gjë. Çka thot Allahu azza wa jalla, thot Zoti xhelalu ala, "Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha." Shejtani mallkuar vazhdimisht promovon varfëri. Promovimi i varfërisë çka bën? E shton lakmin për pasuri. Se vazhdimisht njeriu nuk ndjen siguri. Vazhdimisht njeriu e sheh veten të varfër, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu e vendos varfërim në sytë e ty dhe nuk ngopen sytë e ty as pak me pasuri. Wa ya'murukum bil fahsha. E pastaj kur ti ushtihe me lakmu për të pasuru, ai nuk rrin me kaç. Ya'murukum bil fahsha. Ju shtin me bo, do thot harame, gjunohe. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kurse Zoti juaj ju premton juve falje edhe mirësi të panumërta. Mirësi të panumërta, bashortë të ndershme, fëmijë të hajrit, iman të shëndosh edhe pasuri të shëndosh.
Shqisat janë një prej begative më të mëdha që Zoti na ka dhënë, por shpesh përmes shqisave njeriu dhe nuk ngopet. Pra çdo kush që shef një makinë të mirë mendon se po ta vozis atë së paku një herë do të ndryshojë gjendja e tij emocionale dhe shpirtërore, apo një shtëpi, një vilë luksoze, apo një ambient tjetër i ngjashëm, apo ushqime e meradh. Përse njeriu lakmon që të ngop shqisat e tij ndërkohë që me dëshminë atyre të cilët i kanë mbrit këto nivele të larta, lumturia nuk është në po them përmbushjen e shqisave, por se në përmbushjen e zemrës dhe të shpirtit. Zoti Xheleshanu na ka dhënë të pamur, të dëgjuar, thotë shqisat. Dhe normalisht të gjitha këto gjëra që na ka dhënë Allahu Zoti janë begati. E për këto begati kemi përgjegjësi, kemi amanet. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fa Zoti Xheleshanu më të vërtet shikimin që u ka dhënë me dhën, dëgjimin, mendjen edhe zemrën, për të gjitha këto i keni amanet dhe keni me dhënë llogari për Allahut Azza wa Jall. Na dim që shqisat në jetën e përditshme e kanë rolin e tyre për t'i nuhar gjërat, për t'i parë gjërat. Mirë po, motori kryesor i trupit të njerëzit është zemra. Dhe nëse ky motor mbetet i zbrazur, shqisat pasaj luajnë rolin e tyre negativ. Për shkak se njeriu kur shikon diçka haram nuk ngopet. Çfarë bën kjo? Pastar e sjell apo e lind dëshirën në mendje për të parë haram. Nuk ngopet edhe me kaq. Pra për të parë haram deri kur, derisa ta çojë njeriu në zina apo në diçka të ndaluar. Kush e bëri këtë? Lakmia për ta pasur shikimin me shikim. A dërguar Allahu ka thënë shikimin e parë, do thotë është në farforme i falur. Mirë po dytën ulem, mos e paso me shikim. Për shkak se njeriu në farforme e mbush, do thotë nevojën me shisa, por nuk e ngop zemrën, nga se zemra nuk ngopet vetëm me shikim. Për këtë arsye duhet të ulim shikimet, do thotë nga të tjerët apo nga begatitë që Allahu ka dhënë të tjerët, për shkak se krijojmë pasiguri edhe asnjëherë nuk do të krijojmë kënaqësi në zemrat tona. I tillë është biri Ademit, thotë pejgamberi alayhis salam, "Law kana li ibn Adam wadiyani", nëse kishmi pas biri Ademit, do thotë dy kodra me ari, kish me dasht edhe një tjetër, të tretën, dhe nuk e ngop gojen, trupin e birit të Ademit përveç se dheu. Për shkak dheu, për shkak se minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ka thënë Zoti, prej tokë ju kemi kriju. Në tokë kemi për t'ju kthy e pastaj prej saj kemi për t'ju ringjall. Edhe thot Allahu Azza wa Jall e fal ata që bën taubat te Zoti xhela wala. Andaj të tillë janë si njerëz, lutem Allahun të na përmirësojë kësmundje, të na largoj dhe të mos na bëjë për atyre që lakmojnë gjëra që nuk kanë vlerë, po të lakmojmë nga ajo që do thotë është e botës tjetër dhe nga sa është e amshueshme, kurse kjo botë është o me l'hajatu dunya illa mata'ul ghurur. Kjo botë është një mashtrim i shkurt që ka thënë Allahu Azza wa Jall, ose ka thënë inna dunya mata, dunjaja do thotë është një përjetim i përcaktuar. E ka fillimin, mirë po megjithatë e ka edhe fundin e saj. Nëse vërejmë se jemi prekur nga lakmia, se kemi, po themi, simptoma të lakmisë, çfarë do të bëjmë? Do të pendohemi, duhet të reflektojmë, pra cilat janë disa hapat konkret që duhet të ndjekim, ose nëse shohim që jemi të rrezikuar nga lakmia, çfarë qëndrimi do të kemi? E para që duhet me ditë është duhet me u largu nga ambientet edhe nga shoqëria lakmitare. Shoqëria e cila nuk ta kujton Zotin, shoqëria e cila nuk të thot mos lakmo shumë në këtë dunjë se është e shkurtur, thjesht kemi me dal para Zotit të gjithësisë. Shoqëria e cila nuk bën, do thot veprime të cilat të stimulojnë ty me u lakmu, do thot me pas lakmi. Për shkak se njeriu është në fenë e shokut të tij. Thot pejgamberi selam, el mar'u ma dini khalilhi, thot njeriu është në fenë e shokut të tij. Andaj le të shikojë se cili për ju se me kë po shoqërohet. Andaj nëse e vren se me filan tubimin apo me filan shokun që shoqërohesh, pranon lakmi, nëse jo me kaput të gjithë lidhjen apo më largu prej tij distancim total, s'paku zbehi takimet me të, që të shërohesh nga kjo smundje. Çështja e dytë që duhet me pas parasysh është me u kënaqsh me atë çka ta ka caktuar Allahu Azza wa Jall, edhe në asnjë mënyrë, asnjë moment mos me ndi veten të nënçmuar, nga se njerëzit në pozicion të tillë, siç e ka thënë Allahu në surën Fajr, "Fama al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Kështu është njeriu. Kur Allahu i jep pasuni, thot Allahu më nderoj mua, e ndjen veten të privilegjuar. Çështje materiale. Wa ma idha mabtalahu faqadala alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ndërsa nëse esperon
apo ja pengon rrezikun, ja pakson rrezikun, në formë e sprovon, fa yaqulu rabbi ahanan, thot Zoti jam më kanë çmuar. Do thot paksimi material e llogarit në çmim nga Zoti xheleshanu, Allahu na ruaj. Çështja tjetër që duhet me pas parasysh është duhet pa tjetër me mendu edhe vdekjen. Dikush mundet me thonë po jemi në Ramazan, për çka ka lidhje tash vdekja apo çka ka lidhje lakmia me vdekjen. Pejgamberi sa ka thonë udhkuru hadim al-ladhat. Për kujtojnë atë që u akput rroj kënaqësitë e kësaj dhunjaje. Ato ka mbush sytë tu me lakmi, ka mbush zemra me lakmi, vetëm kujtoja momentin e daljes nga kjo dhunja. Vetëm kujtoja netët e varrit, vetëm kujtoja çastin e daljes para Allahut azza xal. A ka mundsi me ju shmang takimin me Allahun? Nuk ka mundsi. E tash Allahu ka thonë man kana yarju liqa Allah fa inna ajra Allah la'at. Kush e shpreson takimin me Allahun, takimi me Allahun është i pashmangshëm, ka marrë. Po Zoti i shpëlbef për këto këshilla, Zoti i shpëlbef për këtë orientime, lutem Zoti që na bëjnë dobi të gjithëve dhe të gjithë nga ky muaj të dalim të kuruar dhe të mbrojtur nga lakmia. Zoti Amin. Faleminderit shumë edhe juve, Zoti i shpëlbef. Ju dëshiroj agjerim të pranuar të gjithëve. Amin. Për miq, këtu mbyllim takimin e sotëm, folëm për këto shkaqe që sillin lakmin, duke shpresuar që çdo shkak që hoxha përmendi është një rrezik për gjithë secilin prej nesh, pasi gjithë secili prej nesh është i ekspozuar ndaj ekraneve, ndaj rrjeteve sociale, ndaj bollëkut i cili shpesh paraqitet para nesh, por se është iluzion dhe jo realitet. Në këtë muaj do të fokusohemi tek adhurimi, tek kënaqësia e Zotit dhe tek pasuria e pafundme e xhenetit, duke u kuruar kështu nga lakmia, duke mbajtur ambicie të lartë për fenë dhe për besimin ton. Falenderoj që na ndoqët dhe miru takofshim.